E shikuam se çfarë do të ketë në kuadër të emisionit Një kafe me labin sot këtë të diele nga Gjakova. Altina Kusari për ndryshe punon në teatrin e Gjakovës, është aktore me profesion, njihet edhe për rolet e saj komike që ka pas, edhe unë sot Altinës ja kam jap një detyrë, që Altina të del në qytetin e Gjakovës edhe të përgatit historien në qytet. Të shohim se si do të kalon Altina sot bashkë me qytetarët e Gjakovës, se çfarë do të na sjellë sot në kuadër të emisionit Një kafe me labin. Tani këto momente, me njëre e linja për Altinën në qytet. Shabot që thojmë ne në Gjakov. Sot jemi do më thonë me një kafe me labin në qytetin e Gjakovës. Ja kemi njësë prej vendet më të mirë të botë teatrit. Këtu unë e një vetën pas mirë edhe shumë kolegë të mi, edhe pjo thamë që ditë mira për vinë teatru. Shëndirë se shpintonë ashtu? Hajtë, dhe, si i vlenë një mosa. Qëta fotografista për ne, do më thonë që kjo skena teatrit, nuk e di pse sa ka bën mi dhez dritën, po du të më shku atje për përtoj. A ka dhe në qysh shto ajo? Ha? Do më thonë që kjo është skena teatrit, është shumë e madhe, që të ullet publiku, sa që të ka shfaqe mushe, ding, a ndeshje futbollia. Hajde për dalim jashtë, se bëll najtëm, se dhe në piskasin. Kreti kina maru të reja. Dru është. Kjo është labi në atë vakt ku ndërtu kjo fillimi televizion, ku ka punu në televizionisteni. Hajde. Që apëshë rasisht krejt që i pom, këtu e në mësuset e gjimnazit, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi për televizionistë një, edhe sot labi jemi të gjurun të më thonë në qytetin e Gjakovës, edhe vishë do është ta mjë përshëndet, dhe që kiti diçka më thonë, mësimet përshkojnë mirë. Juve gjithë mirat, po, neve mirë, koha për na përmirësoj. Shëqër zotë, shëqër zotë. Faleminderit shumë. Sukses. Hajde, kalofsh mirë, faleminderit. Qëto është një van, ku i bojnë që bapat shumë të mirë. Këtu vinë edhe arsimtarët, vinë edhe nxënësat, vinë edhe regjisor që mojnë prova në Gjakov, vinë hajnë buktu. Kjo është do më thonë allorja, një van prallor. Hajde që t'ju qyftë tu. Nëse gjunë këtu një herë bajat, atërë ki pun me një. Me s'pëtoj gjusë me 3 se 1 me 5 bjerëm. Ha? Po, se dhe unë pëdu. A pëdën ajo. Faleminderit shumë, falit që u pëngum. Kalofshit mirë. Hajde. Shiam. Edhe qëtu është një kafe që Gjakovës. Ku mblidhem të rrit. Qaja për nori. Papa! A i lodha jo? Jo mas në thojnë Gjakova vogël e krynë. Kuja kina njës, gua mdull. Këto i bojnë hamburgerat ma të mirët. Nuk kam një McDonald's sa aksila për qina mualife. Seni, a i një mirë? Që të vaj një ajeron, si jam etë qëm? Do nejsa në pi? Da jo!
Hajde ju boft mirë. Hes shkëllaj. Shkojmë tash. Stadiumi vllazimit. Ronaldo! Që vllazimi dita ditës o ka përparën, për blen lojtarë të ri, për bojnë golla ma shumë, për mëtimet jënë majtë, tashti veç pun pas, kleka, dhe me bo golla, që a i ka herë Messi Ronaldo s'po bojnë, se lemona, po, vetëm me puna rrihet. Kjo është, bashkë kështë të përmen, drejtori i vllazimit, kjo ka bli do me thonë vllazim, kryetari i vllazimit, kryetar, si e një Mirë shumë. që të ketë me parë vllazimit a qysh? Po, me parë vllazimit, a? A pi jep rrogat bile lojtarëve? Po, më qysh jo, nësë mja vëdhon rrogat nuk luin. Sa përmend ato që janë të bugulla, marrë shumë jam të i marrë rrogat, edhe kryetarin e kemi shumë të mirë. Përshëndesim, vjen mirë që të pam. Jepi herë. Kur është loja? E me hup? Për bëj gorë. Hatë mosh ma është live që aty herë? Hajt. Zdia, hajt. Ciao. Qakiri, që vlan ko marum, mbarum. Shkojmë edhe pe hinë fush, pi bëj koll, te stadioni jonë i dashur. Sini, a jeni mirë? Hanë ashtë të kuadër? Përshëndetje, jemi në stadioni vllazimi, kur tash e tutje për stadionin tonë dëgjon veç golla, veç olle, veç rritjet pagave. Penala s'ka, pozicioni ashtë lojë i ka hek mimoza kret, dhe më thonë vllazimi veç fiton, ole! Jemi këtu në Santiago Bernabeu Gjakovës, edhe që aty balkonat, ku rrinë vipat, që aty rrinë vipat, Florentino Perezi, këtë Gjakovarjen, këtu i t'bla. Hajde, qaj të lujtë. Gjumaj herë! Qëtu është një shkollë e kickbox. Mirë? Kjo sport janë një sport luftarak, një sport shumë i bukur, një sport që jep vullnet ushtrosh, edhe një sport që mundesh me arrit diçka në arenën ndërkombëtare. Mirë dita! A jeni lodhë? A keni çorapat leshta për televizionin isteni? Nëse jo ti!
punu. E një do. Edhe nga vizik një bo, një kafe me gjapi, nga televizionin 21. Atëherë, sa dhoni ka goja, edhe 21 bëmbune, apo jo? Hec, për parësi jo për musafirve. Ullu këtu. Diçka për higjienën. Higjiena është nivel të lartë, më thonë qytetin e Gjakovës. Higjiena është relativisht nivel, ka persona që kujdesen njerëz zakonisht shumë, ka disa që e kanë më të dobët përgjithësi mirë. Se ki ja 2 blon pa bëdi ma vonë? Jo, edhe më vonë ti japi. Hajde. Hajde. Valjan, diçka rreth futbollit, diçka rreth jetës Gjakovës, gjithçka. Pa i futbolli është një gjendje mirë, sporti është sa në bukur shumë. Sa i përket sportit, Gjakova ka shumë talenta, është një vend që e dojnë sportin shumë, gjitha sportet, si futbolli, handbolli, basketbolli, edhe Gjakova ka talenta në dhajt sportit. Hajde ta shkojmë te ky që na boni prall. Hajde, ullu këtu. Albion Sini, a jeni mirë? Si Altin ti, si kalan? Mirë shumë, ja jemi këtu me emisionin e Labit dhe na ka qitur guhën sot, na ka qitë kom të reja, tu marrë intervista. Gjithmonë ja vlen. Me Labin ja vlen. Kjo është Pena. Shëndetje Altina. Apa! Shkurt, Albion, s'pehim fill si ata gazetar, si Labi, lapa. Prolla si vjen? Film. Koncepti njëjtë, pak ndryshime edhe shumë risina. Edhe jo që ja vlen, po ja vlen shumë më. Ja stër vlen. Albioni dihet që bën spektakël, mi thonë ati, spektakël, pralla në Shkuks, 3-4 ditë, 5, aty 3 ditë, gjinja rrinë 3 javë ditë. Me shatorra, me pije, femnë, nuk disha bojnë, me s'ti qpifi. Si vjetë është edhe një risi, ku pralla do t'jetë 48 orë, më dhonë non-stop me muzikë, me aktivitetet të ndryshme, edhe besoj që shumica moshave ja vlen marrë dhe prallë. Veti për njës 48 orë, a mund është mi përjetu ti?